Tregime nga libri Fuqia e Këshillës. Nuk e braktis atë për asgjë, përballja mes dashurisë dhe qëndrueshmërisë. Një djalosh ishte ulur në qoshin e xhamisë me kokën ulur dhe lotë që i rridhin në heshtje. Imami e vëreti këtë, por priti derisa xhamati të largohej. Pastaj ju afrua dhe me butësi preku krahun e tij. Si mund të ndihmoj? E pyeti ai. Djaloshi ngriti kokën dhe duke fshir lotët tha: "Nuk mund të më ndihmoni. Mund të flasësh me mua", ja ktheu imami. "Çfarë të mundon?" "Nëna ime", tha djaloshi dhe shpërtheu në lot sërish. Pas pak u qetësua dhe nisi të fliste. "Nëna ime", ajo nuk më flet, hidhrohet me mua dhe qan sa herë që më sheh duke falur namaz. Më kërkon të braktis fen time, e dua aq shumë dhe lotët e saj më shpojnë zemrën, por nuk mund ta lë fen time për asgjë. Nuk di si të veproj. Imami u treshtua nga ajo që dëgjoi, por gjithashtu u ndje krenar për qëndrueshmërinë e djaloshit. Ai tha me ngrohtësi: "Ti je si ai?" Djaloshi e shikoi me habi. "Për kë po flisni?" e pyeti ai. "Ti je si sahabiu i nderuar, Saad ibn Ebu Waqqas, radiallahu anhu", i tha imami. Më pas ai filloi të rrëfej historinë e Saadit. Saadi ishte një nga 10 sahabët që pejgamberi alayhi salam i dha lajmin e mirë për xhenetin. Ai e pranoi Islamin në një moshë të re dhe ishte ndër të parë që u përgjigj thirrjes së pejgamberit alayhi salam. Edhe ai si ti përjetoi sfida të mëdha nga familja e tij. Saadi ka treguar: "Nëna ime u betua se nuk do të hante dhe nuk do të pinte derisa unë të braktisja Islamin. Ajo tha: nuk do të ha dhe nuk do të pi derisa të vdes, që njerëzit të thonë ti e ke vrarë nënën tënde." Unë i thash: "O nëna ime, mos e bëj këtë, sepse unë nuk do ta braktis këtë fe për asgjë." Ajo qëndroi pa ngrënë dhe pa pirë për disa ditë, derisa filloi të dobësohej shumë. Kur e pash këtë i thash: "O nëna ime, pasha Allahun, edhe sikur të kishe 100 shpirtra që të dilnin një nga një, unë nuk do ta braktis fen time. Nëse dëshiron ha dhe nëse nuk dëshiron mos ha." Atëherë ajo filloi të hante. Pastaj imami i tha: "Allahu, biri im, na ka këshilluar për prindërit duke thënë: nëse ata përpiqen që të bëjnë të më shoqërosh diçka për të cilën ti nuk ke dieni, atëherë mos i dëgjo ata, por sillu mirë me ta në këtë botë. Prandaj, biri im, sillu mirë me nënën tënde, tregoja me sjelljen dhe dashurinë tënde se Islami është fe që përmirëson marrëdhëniet me Allahun dhe me njerëzit, por kurse si mos e braktis fen tënde për askënd. Feja është mirësia më e madhe që të është dhuruar." Fjalët e imamit ja lehtësuan zemrën djaloshit. Ai u ngrit, u kthye në shtëpi dhe përqafoi nënën e tij, duke i thënë: "Të dua shumë dhe dua që në xhenet të jemi bashkë. Shpresoj që një ditë të më kuptosh."